Të nderuar shikues, faleminderit që më keni dhënë hapësirë sot. Unë jam një iranian, ish antar i organizatës MEK. Jam këtu për të ndarë një histori që nuk është e lehtë për mua, por që është e vërtet, e dhimbshme dhe njëkohësisht e domosdoshme për t'u treguar. Sepse ajo që kam parë, ajo që kam përjetuar dhe ajo që kam mbijetuar, nuk duhet të mbetet e heshtur. Kur u bashkova me Mekun, unë isha i ri dhe i etur për drejtësi. Mendova se po hyja në një lëvizje që do të sillte vendit tim liri. Krajoshën me propagandë, me fjalë të mëdha, me premtime për një Iran të ri. Dhe unë, si shumë të tjerë, u binda. Por sa më shumë e njihja organizatën, aq më shumë kuptoja se liria që na premtuan ishte vetëm një fjalë e bukur, ndërsa realiteti i brendshëm ishte krejt ndryshe. Por jashta shfaqej si lëvizje politike. Brenda funksiononte si një sistem i izoluar ku individi humbiste identitetin. Dua të jem shumë i qartë. Brenda kampeve të Mekut nuk festohej asgjë. As vit i ri, as ditëlindje, as festa tradicionale, as festa kulturore, as gjë që lidhej me gëzim ose bashkim njerëzor. Madje edhe kur vinte Novruzi, festa më e rëndësishme iraniane, ne mbaheshim në mbledhje të gjata ideologjike. Në vend që të ndiznim drita, ne dëgjonim qërtime. Në vend që të shihnim familjet tona, dëgjonim slogane. Asnjëherë nuk kam parë një pjatë me kuptimin e festës. Asnjëherë nuk kam dëgjuar muzikë që të më kujtonte shtëpinë. Asnjëherë nuk kam marrë urim. Në kamp, gëzimi ishte i ndaluar. Bashkimi ishte i ndaluar. Njerëzia ishte e rrezikshme. Na thoshin se festat na dobësonin, se ndjenjat na bënin reaksionar, se kujtimet familjare na largonin nga kauza. Kështu që çdo gjë që lidhej me lumturi shihej, shtypej dhe zvendësohej me një rutinë të ftohtë, të pamëshirshme. Më lejoni të përshkruaj një ditë të zakonshme në kamp. Zgjohesh me urdhër, ha me urdhër, punon me urdhër, flet vetëm kur lejohet. Dhe në fund të ditës, duhet të raportosh çdo mendim që të ka kaluar në kokë. E gjithë jeta jonë ishte e programuar. Nuk ishte asnjë hap që ishte i yti. Edhe frymarrja duke e kontrolluar. Të rriturit trajtoheshin si fëmijë që duhej të korrigjoheshin. Çelësi për njeriu ishin fjalët disiplinë, mbikëqyrje, vetkritik dhe sakrificë. Ndërsa fjalë si familje, dashuri, gëzim mungonin krejtësisht. Kishtrajtimet nuk ishin të dukshme si në filma dramatik. Ato ishin të heshtura, të çdo dite, të ngadalshme, por shumë të thella. Dëshkimet kryesore ishin izolim. Nëse dyshoje se kishte ndjenjë nostalgjie për familjen, të ndëshkonin duke të larguar nga të tjerët. E dyta ishte turprimi publik. Në mbledhje të detyronin të pranoje gabimet e tua, gabime që nuk ekzistonin, vetëm për të kontrolluar mendjen. E treta ishte shkatërrimi i identitetit. Në kamp nuk quheshe më as djalë i kujt, as bab, as vëlla, as burr, as njeri i lirë. Ti ishe thjesht pjesëtar. E katërta ishte mohimi i emocioneve njerëzore. Nuk lejohej dashuria, nuk lejohej miqësia e afërt, nuk lejohej të qaje. Qëllimi ishte të na shndronin në mjete, jo në njerëz. Ndër vite, shumë prej nesh u bën hije të vetvetes. Ka momente në jetë kur njeriu nuk mund të duroj më. Trishtimi i vazhdueshëm, dëshira për një fjalë të ngrohtë, për një buzëqeshje, për një ndjenjë të vogël njerëzore. Ato bën të pyesësh veten, a jam unë gjallë? Unë mbaj mend shumë mirë natën kur ndjeva se asgjë nuk ishte mbetur nga brenda meja. Isha i thyer, isha bosh. Në atë natë vendosa se duhet të largohesha, pavarësisht të rrezikut. Arratisja nuk ishte thjesht një vendim emocional. Ishte lufta më e madhe e jetës sime. Çdo hap më duke si fundi i botës. Por teksa dola nga portat e kampit, kuptova se kisha nisur një udhëtim drejt vetes që kisha humbur prej shumë vitesh. Kur u takova me njerëzit e shoqatës Nexhat, më duke sikur pash dritën për herë të parë pas shumë kohësh. Njerëzit më pritën jo si një ish antar,
por si një njeri. Ishte hera e parë në vite që dikush më pyeti si je. Në shoqatën në gjatë, pash gjëra që kampi i Mekut kur nuk i kishte. Rrezet e dritës, festa familjare, muzikë, tryeza festive, njerëz që qeshnin, njerëz që ndihmonin pa kërkuar kthim, liri bashkimi dhe shoqërimi. Dhe më e rëndësishmja, pash humanizëm. Një mbrëmje, kur pash njerëzit duke festuar vitin e ri, me drita të ndezura dhe me muzikë, u trondita. Ula në një cep dhe qava. Jo nga tërshtimi, por nga një kujtim që mendova se e kisha humbur përgjithmonë, kujtimi i jetës. Jashtë Mekut, fillova të zbuloja. Çfarë është të bësh zgjedhje vet? Të zgjedhësh veshjen, ushqimin, miqt, punën, gjëra të vogla për shumë njerëz, por të mëdha për ne. Çfarë është të dëgjosh muzikë pa u friksuar? Në kamp, një melodi e vetme ishte shkelje ideologjike. Çfarë është të festosh? Të shohësh njerëzit duke u uruar, duke qeshur, duke thjesht jetuar. Çfarë është të kesh një emër dhe jo vetëm titullin pjesëtar? Dhe mbi të gjitha, çfarë është të jesh njeri i lirë? Kur e shoh jetën time, e kuptoj se sa shumë më kanë marrë ato vite. Më kanë marrë rinin, gëzimet e para, kujtimet me familjen, mundësitë e jetës. Por nuk arritën të më marrin vullnetin për të jetuar. Shumë njerëz mund të mendojnë se liria është normale, por për ne që kemi jetuar në një sistem si Meku, liria është një dhuratë hynore. Dua të them këtë, mos e humbisni shpresën. Jashtë atij kampi ka jetë, ka dritë, ka njerëz që duan t'ju ndihmojnë. Shoqata e gjatë është një prej tyre. Mos kini frikë nga e panjohura. Frika më e madhe është të rish aty ku s'ka jetë. Unë dola, unë jetoj, dhe unë besoj se dhe ju mundeni. Ndërsa qëndroj sot këtu, dua të falenderoj çdo njeri që më ka ndihmuar. Dua të falenderoj shoqatën e gjatë për dorën e ngrohtë, për dritat, për festat, për lirinë. Dua të falenderoj dhe ju shikues, që keni durimin të dëgjoni historinë time. Sepse vetëm duke dëgjuar, duke kuptuar, duke njohur dhimbjen e të tjerëve, mund të ndërtojmë një botë më humane. Sot jam i lirë, dhe liria nuk është thjesht ajri që marr me frym. Është zëri me të cilin flas para jush. Është jeta që më është kthyer. Faleminderit. روزی که بایستی این روز میترکید این احساسات میترکید